me kolegun Arsen Rusta, kemi pasur një konferencë, shëndoqëm edhe pak më herët, kanë qenë zyrtarët e lartë të shtetit. Cilat janë përfundimet e kësaj konference, Arsen? Përshëndetje Sebastian, qeveria shqiptare nëpërmjet Ministrisë së Drejtësisë e ministrit Toni Gogu ka prezantuar orientimet për strategjinë penale apo politikën penale që qeveria ka për gjatë vitit 2026, lidhur kjo edhe me integrimin. Sipas zotit Gogu, Shqipëria nuk po pret bëhet antare e Bashkimit Evropian, por po plotëson standardet për të qenë një vend i denjë, për këtë duhet që prokuroria të kryejë hetime kryesisht, të kryejë hetime financiare e nga ana tjetër të i vendos një fokus krimi kibernetik dhe kriminalitetit rrugor për ngjarjet, aksidentet me pasoja të rënda. Këto janë tre prioritetet e qeverisë për gjatë 2026, ndërsa nuk ndalet edhe tek hetimet e vepra penale që lidhen me dhunimin dhe intimidimin e gazetarëve dhe të medias, po ashtu të ndërtimit palishëm, zaptimit të territorit, por edhe të krimeve mjedisore. Nga ana tjetër, i pranishëm në këtë tryez ku janë prezantuar rekomandimet e qeverisë ka qenë edhe prokurori apo drejtuesi i prokurorisë posaçme zoti Klodian Brau, i cili ka kërkuar që qeveria të ruaj kufit institucional, pra pavarësinë e institucioneve, të financojë, të buxhetojë të gjitha nismat për të mundësuar të mirat materiale që prokurorët të kenë akses për kryer hetime, trajnime, por të mos ju mungoj asgjë dhe mos kushtëzohen, pasi në këtë mënyrë ata mund të hetojnë krimin e organizuar, korrupsionin e zyrtarëve të lartë e jo vetëm. Ndërsa prokurori i përgjithshëm është shprehur zoti Olcian Çela që prokuroria për te një rutine i mban shënim dhe i vlerëson të gjitha rekomandimet e qeverisë shqiptare. Po, Sebastian. Arsen, ka qenë ditën e sotme është paraqitur në SPAK edhe i shefja e Akshit dhe do doja të ndaleshim, ka pasur deklarat për mediat? Në fakt ka qenë në kuadër të masës detyrim paraqitje, zonja Kërçanaj, e vetmja gjë që vlen të theksohet ditën e sotme është veshja apo stili i saj edhe me një çantë shpine, pa praninë e një avokate apo shoqëruese. Gjithçka ka qenë në detyrim paraqitje në pak minuta, pasi çdo të hënë të muajit ajo është e detyruar të respektojë masën e sigurisë, pra nuk ka pasur një deklaratë apo një pyetje përgjigje pranë SPAK. Po, për të mbetur tek SPAK-u, ju folët pak më herët edhe për zotin Brau, kreun e SPAK-ut. Ka folur për dosje, cila ishte kërkesa që ai kishte dhe çfarë apeloi? Në fakt nuk ka folur për dosje, ka bërë një bilanc të punës së tij, ajo çka ishte fjalë për të theksuar nga deklarimi i zotit Brau se qeveria duhet të ruaj kufit institucional për të garantuar jo vetëm në ligje, por në realitet pavarësinë e prokurorëve dhe të institucioneve të drejtësisë. Arsen, faleminderit. Do të jemi sërish të bashku se do të ketë të reja dhe zhvillime sa i përket këtyre temave. Të përshëndes.